duke kaluar rrugës, më shkuan syt te shtylla, ku janë njoftimet e lajmërimit e vdekjeve. Edhe po vija re diçka në fakt që e kam vënë shpesh herë. Te njoftimet ishte shtylla plot, në fakt shumë shpirtra kanë hikur dhe ishin vetëm 3 burra në moshë pleqërie dhe të tjerat ishin gra në një moshë që nuk quhet pleqëri. 50 e ca, 60 dhe më bëri përshtypje që pse gratë vdesin kaq të reja. Shumica prej tyre sëmure nga kanceri, shumica prej tyre vuaj nga sëmundje të ndryshme dhe largohen nga jeta në një moshë relativisht më të re se sa burrat. Sigurisht ka përjashtime, nuk flasim për një statistikë absolute. Ti që je femër edhe që më ndjek, ne femrat e ngarkojmë shumë veten, me shumë përgjegjësi, me shumë bimendime, me shumë ngarkesë emocionale, me shumë ngarkesë mendore, me shumë ngarkesë fizike. Nga kjo e fundit nuk të gjen gjë, por këto dy të parat, emocionale, mendore, mundohu të krijosh në jetën tënde një strukturë të tillë që ta ndash ngarkesën tënde. Stresi i burrit nuk është stresi im. Ka mjaftu shumë stresin tim dhe të fëmijës. Mos e ngarko veten me negativitetin e njerëzve që të rrethojnë. Mos e streso veten vetëm se personi që ti ke në krah vendos ta jetoj jetën në kaos në mbijetesë duke vrapuar. Flas nga eksperjenca. E di që në këtë jetë nuk jemi vetëm, e di që do suportojmë emocionalisht personin që kemi në krah. Por kur një njeri nuk do të ndihmoj veten, nuk kemi ne se si të shkatrojmë veten tonë për ta ndihmuar atë. Mos e mbi ngarko veten me përgjegjësi që nuk janë të tuat fundja. Të gjithë duhet i ndajmë ato përgjegjësi.